Pas ndeshjes Shqipëri-Serbi që përfundoi me rezultatin 0-0, një gjest i thjesht, por shumë domethënës, ka marrë vëmendjen e rrjeteve sociale. Gjatë një transmetimi të drejtë për drejtë nga Tirana, një qytetar shqiptar u afrua dhe i dha një puthje në faqe e gazetarit serb që po raportonte live për median e tij, një skenë që ndodhi para stadiumit ku u zhvilluan ndeshja. Gazetari dhe opinionisti shqiptar Bled Mane ka qenë të parët që e kanë ndarë këtë moment në rrjetet sociale, duke e shoqëruar me një mesazh të fortë që sfidon narrativat e urrejtjes që shpesh përshkojnë marrëdhëniet shqiptaro-serbe. Një barazim dhe një puthje, jo po shqiptarët na urrejnë, jo po shqiptarët janë gjakatar, jo po shqiptarët të vrasin, dhe ja ku është shqiptari i vërtet që puth gazetarin serb gjatë transmetimit të direkt nga Tirana. Shkruan Mane në postimin e tij. Ngjarja është bërë virale, sidomos për kontrastin që krijon me stereotipeve që shpesh promovohen për shqiptarët dhe këtij gjesti miqësor që e shemba të propagandë me një veprim simbolik. Videoja e publikuar nga Mane tregon qartë momentin kur gazetari serb po jepte informacion në lidhje me ndeshjen, ndërsa një qytetar shqiptar i afrohet dhe puth në faqe, një akt spontan që ka shkaktuar habi, bullqeshje dhe ndoshta edhe pak bezdi për gazetarin, por që është përkthyer gjerësisht si një sinjal paqeje. Ky moment i pazakontë ka marrë jehon, edhe për shkak të kontekstit të veçantë. Përballja mes Shqipërisë dhe Serbisë në futboll gjithmonë kanë pasur ngarkesë emocionale dhe tensione politike, por këtë herë ndeshja përfundoi pa incidente serioze dhe tani edhe kryqëzit ka shtuar diçka pozitive në atmosferën pas ndeshjes. Reagimet në rrjet kanë qenë të ndryshme, nga duartrokitjet për aktin deri te komentet që theksojnë rëndësinë e ndryshimit të perceptimit të ndërsjellët mes popujve. Postimi i Bled Manes përfundon me theksimin se ky është shqiptari i vërtet, duke nënvizuar përmes ironisë subut absurditetin e etiketimeve të përhapura ndaj shqiptarëve, sidomos në disa media të rajonit. Në një Ballkan që shpesh e mban të gjallë narrativën e ndarjes, një puthje sado simbolike mund të jetë një fillim i vogël për një rrëfim të ri, ai i respektit dhe i bashkëtesës. Përballja mes Shqipërisë dhe Serbisë, e cila përfundoi pa gola në kuadër të grupit K të kualifikuesve për kampionatin botror në futboll, nuk solli vetëm tension brenda fushës, por edhe i hom të fortë në rrjetet sociale dhe në opinionin publik në Ballkan. Ndonë se pritej një ndeshje ndezur dhe me sfond të ngarkuar politik, ajo përfundoi në mënyrë relativisht paqësore, duke u vlerësuar nga shumë si një fitore për sportin dhe për lojën e ndershme. Megjithatë, nuk munguan komentet që ndezën gjakrat. Një ndërtoi ishte ai tenisti të famshëm serb Novak Djokovic, i cili njihet për deklaratat e tij shpesh provokative, sidomos kur bëhet fjalë për çështje që prekin ndjeshmërinë etnike dhe kombëtare në rajon. Këtë herë, pas përfundimit të ndeshjes, ai zgjodhi një ton më ndryshe, duke befasuar shumë vet me një koment që në pamje të parë tingëllon pajtues dhe paqësor. Respekti dhe loja e ndershme janë gjithmonë një mundësi. Bravo të dyja ekipeve për respektin e tyre, ka shkruar Djokovic në profilin e tij në rrjetet sociale me njëherë pas përfundimit të sfidës. Kjo deklaratë që në sipërfaqe tingëllon si një mesazh paqeje, ka shkaktuar reagime të ndryshme në Ballkan. Disa e kanë shpërndarë qasjen e tij të moderuar, duke e cilësuar si një hap përpara në ndërtimin e urave mes popujve të rajonit, ndërsa të tjerë e kanë parë si një provokim të rafinuar apo si një hipokrizi. Media bosnjake Sport shkruan me ironi, Ballkani po gumëzhon për deklaratën e Novak Djokovic pas përplasjes Shqipëri-Serbi. Ai tregoi se çfarë zotërie është, duke përdorur një ton të qartë sarkastik. Artikulli i saj aludon se deklarata e Djokovic nuk është aq e pafajshme sa duket. Djokovic nuk është hera e parë që përfshihet në polemika politike apo kombëtare. Ai ka bërë më parë komente për Kosovën dhe çështje të tjera të ndjeshme që kanë ngjallur debate në opinionin publik rajonal. Pikërisht për këtë arsye shumë njerëz i shikojnë fjalët e tij të fundit me dyshim, duke menduar se prapo tyre i qëndron një mesazh i nënkuptuar ose një përpjekje për të larë imazhin e tij në arenën ndërkombëtare. Pavarësisht këtyre interpretimeve, deklarata e tij ka marrë vëmendje të madhe, duke u shpërndarë gjerësisht në media dhe rrjetet sociale. Ajo është komentuar jo vetëm nga tifozët shqiptarë serb, por edhe nga të tjerë.
në rajon që ndjekin sportin dhe zhvillimet politike me shumë interes. Në fund të fundit, ajo që mbetet është një ndeshje pa gola, por me shumë simbolik dhe një koment i një tenistit të madh që dashur pa dashur sërish të bë pjesë e një debati të madh ballkanik.